kush e gërsoj? Kush e gërsoj atë? Kur ai ka dhënë ushqim 30 vjet, atë kanë ngrënë. Ndodh që dhe kafshët smuren me ndërish. Ne kemi njerëz që është me depresion, edhe të vretëve armë se është me depresion. E kanë vra, kanë bë gabim që e kanë vra? E kanë vra në moment. Kanë bë gabim që e kanë vra? Do gjesh një mënyrë mbrojtje në qoftë se vërtet jeta vdekje me kafshë normal që edhe mund ta vrasësh për vetmbrojtje. Jo personi me kanë vra ata. E kanë vra ata të kopshtit zoologjik. Sepse nuk ka më çast sqarojnë flasin pas për pjesën ligjore. Mbaroj koha, tani jemi në mesazh. Para se mesazhit do thuash atë ligjoren që the, po. Thuaj ligjoren dhe mesazh. Pjesa e shtetit tash çfarë masash duhet marrë? Masat që jetoj për momentin. Një që në Vlorë kushton më shumë se pensioni i pensionistit. Atë do ta marrin fare qenin, do ta marrin ata që bëjnë sikur punojnë për qenin, tash jetojmë në Shqipëri, dim këto. Okej, dhe ne do t'i themi bravo. Ne do t'i themi të lumtë që jam lodhe qenit ore qen. E kupton, mbyllet ajo panorama. Tani, po tashi, ajo që unë dua kamerak që ta themi që erdhem, është pjesa e shtetit. Pra mënyra se si kujdeset. Unë për momentin jetoj në një vend që quhet resort turistik. Dhe po të shkosh, po në Durrës, dhe po të shkosh dhe po të vish vërdall aty, ti ke jo 2 qenë dhe 3 qenë nga këta trup mëdhenj, që i themi ne pastor, Tedesca, po këta të mëdhenj, belgët, e kupton? Qenë kufiri, me e thënë Shqipe, e kupton? Po ke një 10, 15. Dhe ne i quajmë kështu qenë të lalzit, që vinë vërdall. Mblidhen kopet, a? Ata mblidhen kopet dhe ata janë grup. Dhe i ke mu para çdo rezorti, pra vjen ti si turist i ngrefur, me kapele plazhi, me pallone shkurtra, me ndonjë shall. Edhe të del ajo kopeja. Të del ajo kopeja përpara. Dhe tash çfarë ndodh? Jo. Në trurin tënd është. Jo. Zemra kanë frikë. O zemra po. Do ta vshojna. Nuk do tani shteti. I tha ai po na han, i tha nuk po na. Janë bërë kaq e ka qenë angesa që vinë dhe lënë mbeturinat, anë dhe i hedhin sheshit. Si të duket ajo kopja? Krye keq, ju kishin qënd ata. Ata janë qënd, po qënd. Se kafshash me pas. Janë bërë kaq e ka qenë vrejtje në Bashkinë e Durrësit, që se do dalin ndërkombëtarisht na hëngri qeni turistin pastaj. Jo, inshallah ano një anglez vlla, se ata kanë ambasadë të fortë. Jo, turistët janë ata kanë ambasadë të fortë ose amerikan. Trëmpojnë në një këtu në këtë. Në një Irani spyesin ta. Turistët asnjë gjë, vini shohin qenë ashtu që janë. Vetëm ne turpërohemi nga qenë. Dhe atëherë unë nuk dua mesazh, dua ishte i drejtë apo jo vendimi për vrasjen e qenit. Mendimin personal. Jo.